Unë vlerësoj që çdo antar i çdo subjekti politik në brenda Vlenit ka të drejtën e plotë që t'jap qëndrimet e tij për rrugtimin e më tutjetshëm të Vlenit dhe edhe reagimin e zotit Klimani dhe të tjerat i shoh në këtë drejtim se si të gjejmë rrugën më të shkurtë edhe më të mirë që Vleni sa më shpejt të bëhet një subjekt politik. Dhe kush do të jetë? Ende se kemi vendosur. Aty është debati. Do të jetë parimi me rotacion? Po një ndër opsionet që më shumë ti po diskutohet është koncepti i rotacionit. Këtë e impaktuar kursen në apo para se të përcaktojmë afatin kohor është që të gjejmë modelin më të mirë dhe të ketë kursi të plotë, sepse një ndër do të thënë sukseset e Vlenit është që deri tash gjitha vendimet janë marrë me konsenzus të plotë dhe ne nuk duam që edhe në këtë rast të ketë majorizim, edhe pse ka mendime të ndryshme rreth se si duhet të jetë të duket leadershipi i Vlenit. Ne duam që deri në fund do kisha thënë harmonizojmë qëndrimet dhe në fund të ndalim me një qëndrim të përparshëm.